Marrëveshja për normalizim të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë e arritur në shkurt 2023 me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian, përfaqëson një hap pozitiv drejt normalizimit mes dy vendeve, të cilat duhet të synojnë përparim të shpejtë në zbatimin e aneksit të kësaj marrëveshjeje. Kështu thuhet në aktin për autorizimin e mbrojtjes kombëtare që u miratua nga dy dhomat e Kongresit Amerikan dhe u nënshkruan në ligj nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump më 18 dhjetor. Mëtej në dokument shkruhet se pasi të arrihet përparimi mjaftueshëm, SBA-ja duhet të shqyrtojë iniciativa për forcimin e marrëdhënieve bilaterale me të dyja vendet. Sipas SBA, këtu përfshihet dialogu strategjik dypalësh dhe nisma konkrete për thellimin e lidhjeve ekonomike dhe investimeve. Sipas aktit, SBA-ja duhet të vazhdojë mbështetjen e një marrëveshjeje përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë, e bazuar në njohje në ndërsjellë, duke mos mbështetur shkëmbime territoriale, ndarje apo ndryshime të tjera të kufive, dhe duhet të mbështesë demokracitë pluraliste në rajon si një mjet për të parandaluar rikthimin e konflikteve etnike. Po ashtu kjo marrëveshje, e cila njihet edhe si marrëveshja e Ohrit, parashikon gjithashtu vetë menaxhimin për komunitetin serb në Kosovë, njohje të ndërsjellë të simboleve shtetërore, kërkon që Serbia të mos bllokojë anëtarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare dhe kërkon nga Prishtina dhe Beogradi që të zbatojnë të gjitha marrëveshjet e mëparshme. Sipas aktit, SBA duhet të rrisë lidhjet tregtare dhe investimet në Ballkanin Perëndimor, veçanërisht për të zvogëluar varësi nga burimet energjetike ruse, të vazhdojë mbështetja ndaj medias së pavarur, qeverisjes transparente dhe ekonomive moderne të tregut.